A është posta institucion funksional apo një ndërmarrje me probleme strukturore të thella? Është institucion funksional. Funksionaliteti edhe në vazhdim duhet të rritet. A mund të mbijetoj me donacione apo i duan investime konkrete afatgjata? Donacionet janë të mirëseardhura, mirë po investimet janë më së të nevojshme. 100 automjete të reja, reformë reale apo kozmetike? Janë fillim i reformës të cilët duhet vazhdoj dhe mos të ndalemi vetëm. Apo i humb ose jo posta klientët çdo ditë? Mendoj që jo, besueshmëria ka nisë të kthehet tek shërbimet postare. Sa është efikase posta sot? Në matjet tona diku del që në dërgesën e ditës së parë D1 jemi diku 65%. A arrin të përgjigjet kërkesave në kohë? Besoj që ndoshta duhet edhe pak mund t'japim në këtë drejtim që të mërrinë në kohë. A është në rrugë drejt privatizimit kjo ndërmarrje? Jo, absolutisht jo. Me marrjen e detyrës dhe në konsultim me qeverinë dhe kryeministrin është e vendosur që posta duhet të jetë e Maqedonisë dhe shërbim publik. Sa punësime parashihen për këtë vit? Kemi parapat diku 120, por në fazën e parë besoj që do të jenë 80. A sa parashikoni t'i largoni nga puna? Ata që s'punojnë. Ata që nuk punojnë dhe nuk janë produktiv, definitivisht do të largohen. Sa është paga mesatare një të punësuari në postë? Mesatarisht 37.000 denarë. Përgjigjet më të hollësishme sonte në 1+1 i jep drejtori i përgjithshëm i postës së Maqedonisë së Veriut, Orhan Kurtishi. Na ndiqni në TVM2 dhe TVM2 Sat.